Zoti Ministër, me datën 9 mars, kompania e vetme në garë për portin e Durrësit duhet të paraqiste ofertën e saj finale. A i ka paraqitur kjo kompani ofertën dhe nëse po, cilat janë hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrë Ministria dhe nëse jo, a është anulluar tenderi? Faleminderit. Po, në fakt është bërë dhe publike, e pash para se të hyja këtu, që kishte dalë edhe, le themi, në disa media, tërheqja ose e operatorit ose ofertuesit në këtë garë. Po, në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, duke qenë se për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës, ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi, dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Duhet dhe që të cilën komisioni do vijoj me vijimin e procedurës. Patjetër dua të rikujtoj faktin që para 2 ditësh kryeministri u shpreh për këtë projekt, i cili e tha shumë qartë që ka aktor, le themi, të llojeve të ndryshme, të cilët përpiqen që ta frenojnë dhe sabotojnë këtë projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të vendit për qëllime të ndryshme, le themi, duke përfshirë dhe qëllime ekonomike. Patjetër ne do ndërtojmë një skenar tjetër në bashkëpunim patjetër me qeverinë, që dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. A ishte në ndjenjë që kompania e vetme në garë ka pasur influenca ruse, pra ka pasur lidhje me aktor rus? Kjo është një aludim, unë di që gjatë gjithë procesit të prokurimit të kësaj gare, Autoriteti Portuali Durrësit është konsultuar dhe ka patur një kontratë të posaçme me kompaninë më të madhe, do thoja, në botë për sa i përket çështjeve portuale, Royal Haskonen të Hollandës, dhe patjetër do ketë qenë pjesë gjithë dokumentat ligjore kanë qenë pjesë e vlerësimit të tyre. Kështu që unë mendoj që konsulenti Royal Haskonen do e kishte parë nëse do kishte patur këtë lloj ndërlidhjesh që thoni ju. Po amerikanët çfarë shqetësimi kanë pasur që u janë drejtuar juve me një email duke ju kërkuar të anulloni tenderin? Kush janë amerikanët që janë drejtuar? Është kryetari i dhomës së tregtisë amerikane në një email të publikuar që e keni marrë edhe ju, i cili ka shprehur shqetësimin dhe ka kërkuar qeverisë të anullojë tenderin për Porto Romano. Shiko, patjetër e kam lexuar në media dhe mund ta kem parë dhe emailin përkatës. Duhet të theksoj, siç e thash, projekti i Porto Romano ka mbi 2 vite, i cili është ideuar me konsulencën e Royal Haskonen dhe patjetër ka patur fazat e veta procedurale. Kushdo ka mundësinë që të shprehë opinione mbi këtë projekt, por fakti është që ky projekt ka qenë i standardeve dhe është i standardeve ndërkombëtare dhe siç e thash edhe i konsultuar nga kompania më e madhe e porteve në botë. Ndërkohë që do ndodh me Durrës Marinën, a sjell kjo vonesë në ndërtimin e portit të ri tregtar, le themi pengesa në projektin tjetër? Nuk ka vonesa, sepse Marina është ndarë në disa faza dhe kontraktori është duke punuar në fazën 1 përkatëse, e cila nuk ka lidhje fare me pjesën që jemi duke folur. Faleminderit.